Profesor, edhe në shkote një humbje e thellë, edhe pse Vllaznia ishte diçka tjetër në ndeshjen e dytë. Një koment juaj për këtë sfidë. Thëmë të drejtën, rezultati ishte thellë. Ishte thellë sepse diferenca dihen, nuk po në që ndeshjen e parë në Milano, por edhe këto tregu në vlerët e ty në ekipin Interi, ka kualitet e mërand, por për sot në ndryshim në ndeshjen e parë, i përgëzoj vajzat, përgëzoj se prodhuan në fushën e lojës, luajtën sidomos pjesën e parë, luajtën mirë, markune, kërkuam medalën e turn, pat me rastet tona, kështu që duhet i përgëzoj ata vajzat. Këto detyrat taktikisht ashtu siç i kishim thënë, kishim folë, megjithëse ishte shumë e shkurt koha, në ndeshjen e parë, në ndeshjen e dytë, vajzat duhet detyruar të ngrihen pak moralisht sepse ishin në ramë moralisht në humbja parë dhe vajzat paraqiten në fushën e lojës që kishin ndryshuar dhe treguan vlerat e tyre. Kjo ishte për ne në interesin tonë që vajzat tregojnë vlerat e tyre në fushën e lojës, sepse rezultati ju di se si është në ndeshjen e parë, para ndeshjes e dytë dihet e punë si diferencat bëjnë punën e vet. Në fakt rastet për Vllaznin nuk është se munguan, një gol duhej faktin në portin italian. Pa diskutim që duhet e i gol, sepse si që thash më përpara, këru me rastet, por është edhe fati në futboll nuk desht, sepse ata raste mund të shfrytëzoheshin më mirë, por gjithsesi faleminderit vajzave. Sa mendoni se mund të ndikojë ky eliminim dhe këto dy rezultate negative në turin e dytë për vazhdimin e kampionatit tek Vllaznia? Jo, në shiko, në këtë turn kena thënë gjithmonë, pavarësisht në Interi në ekipet më të vështira në këtë turn, po këtë turn ka gjitha ekipet janë të vështira, unë është me ta, mu përballë. Por besoj të vajzat janë profesioniste dhe do ta marrin vetin shumë shpejt që t'jenë të gatshëm për kampionat dhe të shkojmë drejt objektivit tonë që ka fitimi i titullit. Koça mendon? Më fal? Jo përvojë ndërkombëtare. Po diskutim që përvoja është një element kyç, na fitojmë përvojën në çdo ndeshje që luasim, sidomos kur janë ekipet të mëdha, na fitojmë përvojën e duhur që ta kena për vazhdimsinë. Koça mendon që është ky kampionati shqiptar shumë i dobët që bën dhe rrit shkallën e vështirësisë së Vllaznisë në Europë? Po diskutim që kjo është një aspekt i veçantë që duhet ta përmendim vazhdimisht sepse duke qenë kampionati i dobët edhe Vllaznia mund të jenë pak e dobët në fushën e lojës në ekipet në kompeticionet ndërkombëtare, sikur kampionati jenë më i fortë, siç për shembull po marrim kampionatin italian në Çilutje me Interi, është një kampionat shumë i fortë që nga Juventus, nga vendi i parë që nga kampion që ka dalë vjet, si mjet është në vendin e 6-7. Kështu që sa më i fortë kampionati, aq më i fortë del ekipi i kampion dhe aq më tepër ke mundësi mu përballë në kompeticionet ndërkombëtare. Rikthjeni në kampionat, kur do të jetë ndeshja e parë e Vllaznisë dhe me kë? Ndeshja do të luhet në fillim të muajit tjetër në mos u gabosha, sepse janë ndeshjet në përpjet kampionati, sepse janë dy ndeshje ndërkombëtare të kampionatit dy ndeshje ndërkombëtare të femrave, letkombëtarja, kështu që në fund të muajit ose në fillim të muajit tjetër diçka e tillë kur ta caktojnë federata, sepse ndërprehet kampionati. Po duhet skuadra sa i përket prurjeve të reja duke qenë se pak kohë parë tha që nuk janë shumë të lidhura me pjesën tjetër të skuadrës. Po, është e vërtetë dhe mund ta keni parë sot, sidomos në pjesën e parë, që ekipi ishte më ndryshe, ekipi ditë u harmonizu repartin midis njëra tjetrit ose brenda repartit lojtarët me njëra tjetrin ishin më të harmonizuar, më të koordinuar, veproshin më mirë, pavarësisht se kishin përballë kualitete shumë të mira dhe e kishim të vështirë, por gjithsesi na dolën, sidomos pjesën e parë, dolën disa herë. Thyme aksionet kundërshtare dhe dolën disa herë në portën kundërshtare që mund të shënoshim. Dhe them që ekipi është drejt atij harmonizimi të plotë që duhet të jenë në vazhdimsinë e kampionatit, që të jemi të gatshëm për çdo ndeshje në kampionatin tonë. Sukses, profesor. Faleminderit për ju.